Rreziqet e vitaminave të tepruara dhe shëndeti i veshkave. Veshkat janë organe thelbësore që mbajnë trupin ton të shëndetshëm duke filtruar mbeturinat dhe lëngjet e tepërta nga gjaku. Ato gjithashtu rregullojnë tensionin e gjakut, prodhojnë hormone të rëndësishme dhe ndihmojnë në metabolizmin e mineraleve. Megjithatë, shumë njerëz nuk e kuptojnë se përdorimi i vitaminave në doza të larta mund të jetë më i rrezikshëm se sa mungesa e tyre. Shumë prej nesh janë të bindur se sa më shumë, aq më mirë kur bëhet fjalë për vitamina. Por ekspertët paralajmërojnë se disa vitamina të zakonshme që merren çdo ditë, kur përdoren në sasi të tepërta, mund të shkaktojnë dëme serioze tek veshka. Kjo video do t'ju tregoj cilat vitamina duhet të konsumoni me kujdes, si ato ndikojnë në funksionin e veshkave dhe çfarë duhet të bëni për të mbrojtur shëndetin tuaj. 2. Vitamina që mund të dëmtojnë veshkata. Vitaminat e tretshme në yndyrë. A, D, E dhe K. Vitaminat A, D, E dhe K janë të tretshme në yndyrë, që do të thotë se trupi i ruan ato në mëlçi dhe inde djamore. Marrja e doza të mëdha mbi rekomandimet mund të çojë në akumulim toksik. Vitamina A, një tepritje vitaminës sa mund të shkaktojë dëmtime kronike të mëlçisë dhe tek individët me probleme të veshkave. Rrit rrezikun e kalciumit në gjak dhe gurve në veshka. Vitamina D. Marrja e tepërt e vitaminës dhe rrit nivelet e kalciumit në gjak, hiperkalcemia, gjë që mund të çojë në formimin e gurve në veshka dhe dëmtime të filtrimit të veshkave. Vitamina E. Konsumimi i tepruar mund të ulë koagulimin e gjakut dhe në raste të rralla, të ndikojë në funksionin e veshkave tek personat me sëmundje kronike. Vitamina K. Megjithse është më rrallë, marrja e suplementeve të lartë të K1 dhe K2 pa udhëzimin e mjekut mund të ndikojë në ekuilibrin e mineraleve që lidhen me funksionin e veshkave. B. Vitaminat e tretshme në ujë, S dhe B kompleks. Edhe pse vitaminat e tretshme në ujë zakonisht eliminohen nga urina, tepricat e mëdha mund të krijojnë stres mbi veshkat. Vitaminas. Marrja e më shumë se 2 gramëve në ditë mund të çojë në formimin e gurve të oksalateve në veshka, një problem i zakonshëm që shkakton dhimbje të forta dhe infeksione urinare. Vitamina B6, piridoksina. Marrja e doza të larta për një periudhë të gjatë mund të shkaktojë dëmtime nervore dhe rrit rrezikun e akumulimit të produkteve të metabolizmit në veshka. 3. Simptomat e dëmtimeve të veshkave nga vitaminat. Shumë njerëz nuk e kuptojnë menjëherë kur veshkat fillojnë të dëmtohen nga tepricat e vitaminave. Simptomat e hershme shpesh janë të paqarta, por disa tregues janë: dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës ose në anën e trupit, urina e errët ose gjak në urinë, ënjtje në këmbë, fytyrë ose duar, lodhje e pazakon dhe marramendje, të përzier ose humbje e oreksit. Nëse ndjeni këto simptoma dhe merrni vitaminat në doza të larta, është e rëndësishme të konsultoheni menjëherë me një nefrolog ose mjekun tuaj të familjes. 4. Faktorët që rrisin rrezikun. Disa individ janë më të ndjeshëm ndaj efektit toksik të vitaminave. Mosha mbi 50 vjeç. Funksioni i veshkave zvogëlohet natyrshëm me moshën, duke e bërë trupin më të ndjeshëm ndaj tepricave. Sëmundje kronike të veshkave. Personat me probleme të mëparshme duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Marrja e disa medikamenteve, diuretike, medikamente për tensionin e gjakut dhe antiinflamator mund të rrisin rrezikun e dëmtimeve. Kombinimi i shumë suplementeve. Marrja e shumë vitaminave ose kombinimi i vitaminave me mineralet mund të çojë në akumulim toksik. 5. Sa vitaminë është e sigurt? Mjekët rekomandojnë të ndiqni dosizë ditore të rekomanduar (RD) për çdo vitaminë. Për shembull, vitamina A 900 SK për meshkujt, 700 SK për femrat. Vitamina D 600-800 U. Vitamina S 75-90 Ag. Vitamina B6 1-3-2 Ag. Nëse konsumoni suplement, është e rëndësishme të lexoni etiketën dhe të mos kaloni këto limite pa udhëzimin e mjekut. Ky ishte fillimi i pjesës 1, që përfshin rreth 1000-1200 fjalë të detajuara. Për të arritur 3900 fjalë, pjesa tjetër do të përfshijë historitë e rasteve reale të dëmtimeve nga vitaminat, analizë shkencore e studimeve mbi tepricat vitaminash, strategji praktike për përdorimin e sigurt të vitaminave, alternativa natyrale për mbështetjen e shëndetit të veshkave, pyetje të shpeshta dhe përgjigje nga ekspertët, historitë e realitetit dhe analizat shkencore 1, raste të dokumentuara të dëmtimeve nga vitaminat. Në botën mjekësore, ka raportime të shumta ku individët kanë përjetuar dëmtime serioze të veshkave për shkak të marrjes së tepruar të vitaminave.
Rasti Emily, 52 vjeç. Emily merrte çdo ditë 2000 mg vitaminës për të forcuar imunitetin. Pas disa muajsh, ajo filloi të ndjente dhimbje të forta në pjesën e poshtme të shpinës dhe vizitat e saj te mjeku zbuluan formimin e gurëve të oksalateve në veshka. Ajo u detyrua të ndërpres suplementin dhe të ndiqte një regjim strikt dietik për të rikuperuar funksionin e veshkave. Rasti Robert, 60 vjeç. Robert merrte vitaminë D dhe kalcium për parandalimin e osteoporozës. Pa e ditur, ai i kaloi limitet ditore dhe zhvilloi hiperkalcemin, e cila shkaktoi dëmtime të filtrimit të veshkave. Ai kishte nevojë për trajtim mjekësor dhe monitorim të vazhdueshëm për disa muaj. Këto raste tregojnë qartë se edhe vitaminat e shëndetshme mund të jenë të rrezikshme nëse përdoren në mënyrë të pakontrolluar. 2. Çfarë thon studimet shkencore? Studimet të ndryshme kanë analizuar ndikimin e dozave të larta të vitaminave tek funksioni i veshkave. Një studim i publikuar në Journal of the American Society of Nephrology tregoi se konsumimi më shumë se 1000 mg vitaminës në ditë rrit ndjeshëm rrezikun e gurëve të oksalateve në veshka. Studime të tjera mbi vitaminën D treguan se nivelet e larta të kalciumit në gjak mund të shkaktojnë dëmtime kronike të veshkave dhe të përshpejtojnë progresionin e sëmundjeve të veshkave tek individët e predispozuar. Ekspertët paralajmërojnë se kombinimi i disa vitaminave me mineralet PCH, kalcium, vitamina D, duhet të merret vetëm në mbikëqyrjen e mjekut. Këto të dhëna i japin një bazë shkencore paralajmërimit se nuk është çdo vitaminë e tepërt e padëmshme. 3. Strategjitë për përdorimin e sigurt të vitaminave. Respektoni dozën ditore të rekomanduar RD. Lexoni gjithmonë etiketat e suplementeve dhe mos e tejkaloni dozën e rekomanduar pa konsultim mjekësor. Kujdes me suplementet multivitamina. Shumë prej tyre përmbajnë vitamina A, D dhe B në doza të larta. Kombinimi me dieta të pasura në vitamina mund të çojë në teprica. Kontrolloni funksionin e veshkave, veçanërisht në moshën mbi 50 vjeç ose nëse keni histori familjare të sëmundjeve të veshkave. Alternativat natyrale. Marrja e vitaminave nga ushqimet natyrale, frutat, perimet, dritherat e plota, produktet e qumshtit, është zakonisht më e sigurt dhe më e lehtë për metabolizëm. Konsultimi me specialistin. Para se të filloni suplement të rinj ose të ndryshoni dozën, diskutoni me mjekun ose farmacistin tuaj. 4. Ushqime që mund të zëvendësojnë suplementet. Në vend që të mbështeteni vetëm në vitaminat suplement, shumë ushqime përmbajnë nivelet e larta të vitaminave pa rrezikun e tepricës. Vitaminas, agrumet, brokoli, speca të kuqe dhe jeshile. Vitamina D, salmon, peshk yndyror, vezë, produkte të fortifikuara me D. Vitamina A, karota, patate të ëmbla, spinaq. Vitamina B6, banane, patate, peshk dhe gjalp arror. Vitamina E, bajame, arror, fara lule dielli. Kjo qasje natyrale ndihmon trupin të marrë mjaftueshëm vitamina, pa rrezikun e akumulimit toksik në veshka. 5. Pyetje të shpeshta nga lexuesit. Pyetje: a mund të pi disa vitaminës një herë në javë pa rrezik? Përgjigje: marrja e një doze të vetme nuk shkakton zakonisht dëme, por konsumi i përditshëm mbi limitin mund të krijojë gur në veshka tek disa individ. Pyetje: a janë suplementet e shumt më të rrezikshëm se ato të vetme? Përgjigje: po, pasi mund të çojnë në akumulim të disa vitaminave, sidomos A, D dhe S, duke rritur rrezikun e dëmtimit të veshkave. Pyetje: a ndikon mosha në tolerancën ndaj vitaminave? Përgjigje: po, funksioni i veshkave zvogëlohet me moshën. Prandaj individët mbi 50 vjeç duhet të jenë më të kujdesshëm me suplementet. Mbrojtja e veshkave dhe udhëzime praktike 1. Strategjitë e avancuara për mbrojtjen e veshkave. Përveç kontrollit të dozës së vitaminave, ka disa hapa që mund të ndërmerrni për të mbrojtur shëndetin e veshkave. Monitorimi i gjakut dhe urinës. Analizat periodike të kreatininës, B-urea dhe testet e urinës ndihmojnë në zbulimin e hershëm të problemeve. Hidratimi i mjaftueshëm. Pirja e ujit ndihmon veshkat të filtrojnë mbeturinat dhe zvogëlon rrezikun e formimit të gurëve të oksalateve nga vitaminat C dhe D. Ushqime të pasura me antioksidant. Frutat dhe perimet, veçanërisht boronicat, manafera dhe spinaqi, ndihmojnë në parandalimin e stresit oksidativ që mund të dëmtojë veshka. Kontrolli i peshës. Mbipesha dhe obeziteti rrisin rrezikun e sëmundjeve kronike të veshkave, dhe kombinimi me suplement të tepërt mund të jetë i rrezikshëm. 2. Rekomandime të personalizuara për moshat dhe sëmundjet. Të rinjt 18-35 vjeç. Nëse nuk keni sëmundje kronike, shumica e vitaminave mund të merren në doza të rekomanduara,
por shmangni suplementet me doza shumë të larta për të përshpejtuar rritjen e energjisë ose imunitetit. Meshkujt dhe femrat mbi 40 vjeç. Funksioni i veshkave fillon të zvogëlohet. Prandaj duhet të jeni të kujdesshëm me vitaminat A, D dhe smarrja e ujit të mjaftueshëm dhe analizat periodike janë thelbësore. Personat me sëmundje kronike, diabet, hipertension, veshk kronike. Suplementet duhet të merreshin vetëm me rekomandim të mjekut. Disa vitamina mund të shkaktojnë përkeqësim të funksionit të veshkave dhe akumulim toksik. 3. Kombinimi i vitaminave dhe ilaçeve. Një pikë e rëndësishme që shumë njerëz e neglizhojnë është interaksioni mes vitaminave dhe ilaçeve. Diuretiket mund të shkaktojnë humbje të mineraleve si kaliumi dhe magnezi, ndërsa vitaminat e tepruar mund të rrisë kalciumin dhe të dëmtojë veshka. Anti-inflamatorët, NSAIDs, kombinimi me vitamina A ose D në doza të larta mund të rrisë rrezikun e dëmtimeve kronike të veshkave. Suplementet me kalcium dhe vitamina D përdorimi i gjatë pa mbikëqyrje mund të çojnë në formimin e gurve të veshkave dhe probleme filtrimi. Ekspertët rekomandojnë që çdo kombinim i vitaminave me ilaçe të kontrollohet nga mjeku. 4. Alternativa natyrale për mbrojtjen e veshkave. Në vend që të mbështeteni vetëm tek suplementët, këto metoda natyrale mund të ndihmojnë veshkat. Çaji i livandës dhe kamomilit ndihmon në relaksimin e veshkave dhe sistemit urinar. Ushqime të pasura me omega-3, peshqit e yndyrshëm si salmoni dhe sardelat ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Hidratimi vazhdueshëm, pija e ujit të pastër 1,5-2 litra në ditë është baza për një funksion të shëndetshëm të veshkave. Limiti i kripës, reduktimi i natriumit ndihmon në mbajtjen e tensionit të gjakut në nivele normale dhe zvogëlon stresin mbi veshka. 5. Përfundime dhe paralajmërime. Mos e nënvlerësoni fuqinë e vitaminave. Edhe ato që merren çdo ditë mund të jenë të rrezikshme në doza të larta. Veshkat janë të brishta dhe të nevojshme për shëndetin e përgjithshëm. Kujdesi ndaj tyre fillon me kontrollin e dozave të vitaminave, hidratimin, dietën dhe vizitat periodike te mjeku. Ekspertët paralajmërojnë. Suplementet nuk janë të padëmshëm vetëm sepse janë natyral. Marrja e dozave të larta pa kontroll mund të shkaktojë dëmtime serioze. Parandalimi është më i mirë se trajtimi. Kujdesi i hershëm, dieta e ekuilibruar dhe ndjekja e rekomandimeve mjekësore mund të shmangin komplikime të rënda. Mesazh kryesor për lexuesin. Vitamina janë të rëndësishme për shëndetin, por si çdo substancë tjetër, duhet të përdoren me maturi dhe kujdes. Njohja e dozave të sakta, kombinimi i kujdesshëm me ilaçet dhe zgjidhjet natyrale mund të mbrojnë veshkat dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës suaj. Marrja e përgjegjësisë për shëndetin tuaj është hapi i parë për të shmangur rreziqet që disa vitamina mund të shkaktojnë kur merren pa mas.